Po, kur thonë është gjatë, se ne paraprakisht e presim një ballafaqim, edhe një ballafaqim me Serbinë, edhe një finale të Serbisë, dhe profili politik që do t'i printe Kosovës në këtë periudhë kohore, më i miri është Albin Kurti, sepse narrativën e konfliktit me Serbinë më së miri ai mundet me realizu në favor të Kosovës dhe të ndërkombëtarëve. Dhe faktori ndërkombëtar, kuptohet. Ti po don me thonë që Albin Kurti është në agjend për ta shti Kosovën në luftë sërish? Jo, Albin Kurti është në agjend për ta ngacmu Serbinë. Okej, ta Kështu ta provoku, themi. po, okej. Me ngacmu Serbinë duke e shtri sovranitetin e Republikës Kosovës në cepëm cep të Kosovës. Kjo është në thojza provokim i Serbisë që ata pastaj do të reagojnë dhe pritet të reagojnë, sidomos pas këtyne zgjedhjeve lokale. Neve dronët paraprakisht na erdhen para zgjedhjeve lokale, dronët të cilat kanë pas me ardhur 3 muaj më vonë. Kjo të paktën ishte deklaratë zyrtare e qeveritarëve tonë. Se dronët të cilët erdhen kanë pas me ardhur 3 muaj më vonë, por erdhen tani. Pra është një mozaik, pjesëza të mozaikut të cilat unë i lidh dhe dal me deklarimet e mia, pra është analizë, se dronët nuk erdhen para se me u bë ndrimi i komandës së KFOR-it. Okej. Erdhë komandanti general majori turk, zoti Ulutash, cilin kom pas nder me u taku mandatin e parë. Mandej erdhen dronët, erdhe dhe një arsenal shtesë tjetër, që nuk është për publik. Ushtrimet janë kry paraprakisht në Turqi, edhe një pjesë në Kosovë. Edhe mandej u mbajtën zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale neve na prodhuan një realitet ri në Kosovë. Cili është realiteti? Realiteti i ri në Kosovë është kthimi i pushteteve lokale në duart të listës serbe në për komunat ku jeton shumica e komunitetit serb, ose komuniteti serb me shumicë në ato komuna. Pra, kryesisht i kemi... Çka ndryshon kjo? Ndryshon shumë, sepse para zgjedhjeve lokale, qeveria jo,